Mendoj që heket barra mirë, po ajo që ne dëshirojmë të shojmë si publikët, shojmë institucionet profesionale të mirën, me këtë rast të hetohet e jo të bazohemi në deklaratat partive politike. Thamë, partitë politike jemi në deklarata për interesat tyre. Në këtë rast, nëse strategjia një partije politike të hyjë në një fushat zgjedhore, në një temë të caktuar të mendon që ajo është... Po mirë, apo bën mirë partia politike që një farë forme po shton presionin në këtë çështje që vërtet të aktivizohet prokuroria. Nëse pas ka bazë për dyshim. Ne bëthojmë pse se kanë bërë dhe para fushatës, të kishin bërë dhe ma herët. Pasi që zonja tha që ka pas informata dhe më herët, për këtë pse nuk është marrë me këtë punë. A është fushë shumë specifike dhe është vështirë të hetohet ndoshta keq përdorimi? Një vit, askush s'u marrë me tema në këtë vend, të gjithë janë marrë me ato problemet qesharake në kuvend, asnjë parti politike s'u marrë me problemet qytetarit. Asnjë. Përveç këtyre çështjeve qesharake që thoni ju, që na ka ndodhur një vit e tërë me ato çfarë ka ndodhur në kuvend, ka patur një narracion që ka dominuar krejt qeverisjen e Kurtit dhe në çka është bazuar opozita më së shumti, ka qenë çështja e veriut, siguria, rrethana cilat janë krijuar atje dhe ai ka qenë një narracion që ka dominuar. A besoni që ju ose partia ku ju tani jeni ka folur mjaftueshëm për mirëqenien ekonomike, për problemet, për hallet e vërteta të njerëzve, apo keni parë se fokusi ka qenë të luftohet qeveria Kurti vetëm ku ajo ka konsideruar se është më e forta në këtë rast, ku ka konsideruar sukses të saj në çështjen e veriut. Krejt koncentrimi i partisë ka qenë aty. Sa ka fol partia për çështjet e prekshme të pjesës tjetër qytetarit të Kosovës? Po shoh që deri tashti krejt debati orientuar rreth energjisë, rreth çështjeve tjera, mirë po se faturat fundujit po na vëndin na stret. Nuk jem ty po ato se çka bota është ty shku, edhe ç'është ty është zhvillu. Kjo është pjesa e transformimit digital që unë jam ty e përmend edhe po mundohemi që me shtysi narrativ në kodët të gjithë këtyre debateve. E po shpesh edhe këtu e po që për shembull shumica sana e ka ditë, se konë informuar, këto elemente ishin zgjidhur me transformim digital. E bën një aplikacion, i bën disa elemente tjera që këto dhona me qenë publike, në kohë reale mundesh me ditë çka është të ndodhë. Problemi është se nuk është se nuk ka aplikacione, nuk është se nuk kanë web faqe institucionet, po shpesh mungon transparenca çka na duhen ato faqe digjitale nëse nuk ka transparencë. Po digitalizimi rrit transparencën. Nuk keni nevojë me shku me kërku në zëre ose pastaj do të ketë klasim dhona, pse çora se e ke bënë një aplikacion vetë ke bë për BÇK-n. Unë hyna dhe këshyras nuk është dhona prej kurrikut. Nëse nuk ushqehet ajo aplikacion. Dhonat prej mujt ato janë pak në krahasimin e bankave. Po mirë, nëse ti mundesh me po tash nëse dojmë me fol teknikisht, na nuk jem, unë e kam ndërtu platformën. Unë nuk thashë ti e fajtori. I vendosin institucionet. Nëse të thash bravo për ato që ke bërë. Këtë desha me dalë. Pra nuk është e sakt nëse ka dhona që nuk janë update prej kurrikut, do të thonë ata nuk kanë ndryshuar që mi morën prej kurrikut. Nëse ka dhona që kanë vendosur tash, ata duhet me edhe ato janë kryesisht institucione private. Jam të fol për institucione publike, për cilat duhet update i dhonave me qenë në kohë reale. Edhe nuk ka nevojë me shku me kërku dhona dikun. Ato dhona duhet me qenë transparente, edhe në bazë të aty në dhona mandej mundesh me gjetë me marrë dhe vendimarrje. Dhe ju besoni që digitalizimi ngrit transparencën? Patjetër, digitalizimi lufton korrupsionin, digitalizimi rrit transparencën, digitalizimi zgjidh shumë probleme. Ndihmon, se zgjidh jo, po ndihmon. Mirë dhe fillon me ndihmu, mandej mundet edhe me zgjidh. Shumë elemente tjera lidhen me këtë. Që a ka ngritur mjaftueshëm opozita, në këtë rast LDK-ja si parti opozitare, kauza çështje që vërtet janë shqetësimi i qytetarëve, apo keni parë që krejt koncentrimi ishte tek veriu, e si vjet tek zgjedhjet ato çfarë le të quajmë shfaqje teatrale, më shumë çfarë ka ndodhur ku kryesore pse jam kyçën politikë është që më marr me tema konkrete. Mi shty elementet përpara të cilat është një zë që nuk po gjen hapësirë për me ecë përpara. Pjesa e kompanive të IT-s janë pa, le të themi, një farë forme jo të përfaqësuar mirë edhe drejt. Është një potencial tepër i madh cilën qeveria, institucionet duhet me e shfrytëzu.
edhe me matutje. Si do të mund të shfrytëzonin më shumë? Ka patur në qeverinë Kurti, ka patur në një moment disa bursa të ndara nga Ministria e Arsimit për të stimuluar të rinj që studiojnë në fushën e teknologjisë. Nuk jam e saktë se për çfarë shumë bëhet fjalë, sepse ka kohë që ka kaluar ai vendim, por a keni parë politika konkrete për të stimuluar ose për të ndihmuar fushën për cilën po flasim? Nuk po thamë që nuk ka pas fare, po nuk janë të mjaftueshme. Ose shumica e zgjidhjeve cilat janë, nuk janë zgjidhje si me thana ngecë diçka. Unë shpesh mos e përmeni mentori Facebook-un tem sa që shkoj me regjistru veturën, e shkruaj një postim lidhi me veturën, se si shkon edhe e regjistron veturën. Disa elemente i krynë online, po prap duhesh me shku në sportel, me i dërgu letra, dikush me të adhon një vullë, në të qitë në shkrim, me marrë ato letra me shku i pagu, dikun prap me u këthy. Pra nuk janë zgjidhjet të përgjithshme. Kjo është problemi kryesor për shkak se ka të lashëm brenda vetë institucioneve. Ka shumë institucione cilat merren me temat të caktume dhe cilat mandej ato, i të shpesh e thama, apo folin njëna me tjetrën. A ki tashti si prunere ndaj propozim ose të LDK-ja të tipi që që kanë Shqipëni të azon që është e ministrit djela, apo halana jemi në stat shumë poshtë për më mrija tja. Kemi... Arsyeja kryesore pse jam kyç në politikë është kjo, për mi shty këto procese për para. Jemi duke jetu në botën AI, inteligencë artificiale. Çka kemi plan pak më konkret në kuptimin që nëse vini ju në pushtet, çka kemi më parë? Shumica asanave